Nuk mund të blesh një TV të ri pa e ditur më parë se çfarë është mini LED. Apo e di? Nëse jo, na ndiq deri në fund të kësaj video. Imagjinoni pak sikur ekrani juaj i vjetër të kishte 50 llampa të mëdha pas panelit. Ky të cilën mini LED ka mira drita mikroskopike. Por pse ka rëndësi kjo? Sepse kontrollon dritën me saktësi kirurgjikale. Aty ku duhet të jetë zezë, drita fiket totalisht. Aty ku duhet dritë, ajo shkëlqen shumë fort. Do me thënë, filmat duken fix si që ka bërë regjizori me kontrast që të lë pa fjalë. Dhe nuk është thjesht një ekran, ka edhe tru, sepse përdor inteligjencë artificiale për të rregulluar vetë figurën. Për shembull, për ju që luani PlayStation apo PC, do ta harroni ngecjen. Është super i rrjedhshëm dhe reagon në moment. E gjithë kjo teknologji në një trup super të hollë. Dhe prisni se ka edhe subwoofer të integruar, pra nuk ke nevojë të blesh bokse shtesë për të shijuar atë basin e fortë. Ja pse të cilën mini LED nuk është thjesht një televizor. Besoni kur ju them se sytë tuaj do ju falenderojnë. Dhe nëse nuk më beson, hajde në ne.